Gutu shpana të blerona. Hajde, Lura! Të blerona. Oj, bukuri! Që teta blerona? Lura, mirë se ke ardhë? Që sa e bukur, bre? Si sa e bukur je? Ashtë e bukur teta blerona? Ashtë e bukur? Ani, une, të zëmë të je keqe. Blerona, Faleminderit shumë Faleminderit ty për ftesën, ftesën, me shumë kënaqësi. E përcjellëm prej Lurës. Me një mysafir shumë të mira. Mysafir më të mirë këtë sezon të paktën jo. Kjo është... Për shë vetën. Për shë vetën. Ato no. Lula. Që Lura? Ka Lura të blerona. Mirë se erdhe, zonë. Mirë se qëra bleron, faleminderit shumë për ftesën. A është emocioni i dy fesht me që... Tepër, sigur kur kom dalë është ta vetë për herë të parë. Ashtë kur ndje shumë emocionume, me pasë edhe mesën me vete. Lura. Ka të mundësi me ja përjetu edhe emocionet e para Lurës për një paraqitje t'ilë. Po. A imaginon që kur tritet ajo kam i pas të shpeshta në base sa TV, paraqitje televizive, s'po them për çfarë arsye, nuk e di, a ka me ndjek rrugën e hallës, mirë po a ka krytë forcion e ka. Kështu që ndoshta po urej që kam i met një kujtem i mirë edhe një kujtem shumë i dashtun me hallën e vetë, që ka arë në emision edhe ka dalë. Për mu pa dyshim është kujtem të i bukur edhe moment shumë i kanë shumë. Nuk e di sa. A që unë takonisht nuk emocionona kur dalë, do më thonë para kamerës, po sot është shumë e veçantë. Edhe më vjen mirë që e patëm rastin me i përjetu edhe me i pasat. Lura ka ardhjet në minutat e parë 2023-ës. Po, është fëmiu i parë i 2023-ës. Do më thonë në sekundat e parë 12:10, do më thonë ka lindë. Çfarë ndjesie ka qenë për ty si hall? Unë më kanë të spitalit, normal, edhe u ka një ndjesi tepër e mirë, një emocion tepër e mirë. Unë nalë, bre, e nalëm televizorin që ti mos me pa vetëm, bre shqip. Që një televizorin, andej. Që të deçani nëse munden? Edhe, më kanë në sekundat e parë, kur ka linë Lura, më kanë në spital, dhe gjithmonë më nëzje kom prit atë momentin me e pas, se sigurisht 2-3 orë tek masit linë, mund të shme e marë ose me e pa të dhoma bashkë më nanën e vetë, edhe më kanë tepër e lumtur që po na vjen një mes, një jetë, edhe po na vjen një vajzë tepër e mirë, më nëzje kemi prit, se na e kena edhe Kaunin, është vllai Lurës, ai është ma i rritur, një ka 5 vjetash, edhe pak i bon 6, edhe kështu që e kena prit hasdret me në ardhe dhe një qikë. Kështu që u ka një tamam fest, për ndryshe Lura e ka për një ditëlindje me babën e saj. Çfarë rasti veçanta? Vllai jam është i lindur me 1 janar, edhe Lura është i lindur me 1 janar, kështu që u ka një fest e 3 fesht. Uj, pas keni vitin e ri, krejt festat. Tamam fest madhe, festat ma të mëdha të mundshme. Edhe u ka një fest tamam. Lura, që ti ku je zemër? Qëri Lura? Qe, Lura! Kush ka vendos për emrin zonë? A të kanë luat ty me u përzi? Po, si zakonisht. Në fakt, emrin ja ka vendos nana e vetë, në momentet e para se me lindë, ishte në ato dhimbjet e lindjes, se e kom shoqru, si të tregova ma heret, edhe ishte mes emrit Morea ose Lura. Edhe Morea, Lura, dhe në ato dhimbët e lindjes, tha Lura po du, do më thonë ajo më ndëki për emrin. Edhe nga i moment u kanë Lura, kështë që vendin ja ka vendos nana. Sigurisht kemi diskutu shumë gjatë para prakisht, mirë po emri që ka pëlqyer më shumë të nanës saj, u kanë Lura edhe ka dalë një Lurë shumë e bukur. Ti e ki shumë raportin e ngushtë me ta edhe për këtë arsye edhe në këtë intervjisë. Nëse dojmë me folë për diçka personale, për zonën, unë tash definitivisht pika e dopë ma e saj është Lura për momentin. Absolutisht. Po, a i ke mendu nëse kur rritet Lura e ka me tonë halë, pëse brëm ke qitë kaq herët në televizion? E kom mendu, po shqyqër kom marrë aprovim prej prindërve taj, kështë që me arsyetu që kujdestarët kanë ndonë aprovimin, po unë mendoj që Lura ka me kanë shumë e knaqën kur ta shë vetën, se është shumë i bukur, është fëmijë shumë i mirë, edhe është shumë e këndshme, kështë që besoj që ka me kanë e lumtur edhe Lura pse ka dalë televizore, pse ka ardhur te ta bleron. E vërtet. Kush Lura? Kush Lula? Sa vjet i ki Lura? Tregoj tete, sa vjet i ki? Lula të Hana. Sa vjet i ki? Dëgjoj tetën, sa vjet i ki? Lula të Hana. Lura të Ana, thot ka A, ardhur. Lura të Ana, pra ti e Ana, Unë jam Ana, ma ka e gëzën, unë jam Ana për momentin. Bëja e gare, mos më përzini me Ana ka bashin zena një emision. A Lurën duhet me vendos të Lura atje në altë. Që shkën reagimet e... Tregoj tetës, mas pari, sa vjet i ki? Sa vjet i ki? Sa vjet i ka Lura?
është ka ndjetë shumë e marrume e sikletosën. Kur të shenë në ekran, çfarë reagime bën? Me siguri kanë kap në xhirim të familjes? Është shumë interesant nëse e do gjatë diku një debat politik, ose që janë të debatu me zvete, me një ashtë konstatë, Ana, s'ka lidhe ajo mos jam. Sojnë se kjo mendojnë që në çdo debat duna me kanun. Kështu që veç fillon me bu Ana. Po kur të she, në kuptimin e herë që je të debatu me pasione edhe me zotë ngritu në herë, mos e ka në i reagim kështu të frikës për me të mbrojt, për mes ekranit, ose... Jo, vetëm shkon të televizori dhe prej kudo që është Ana Qus, se është jemi ardhë mysafir, nuk bën me ushtri. Nuk të pojnë vajat ka shpejt, Lura. Ullu këtu, edhe e dëgjojnë ati të mblerona. Andodhë zënë me qenë tja jo hala që... Apo të në marrë së të tona? Shko të të mblerona, gëtë, nga. Me ti thonë qëtu letra? Shko. Edhe në të ardhme bosh? Bosh si të të mblerona. Një gazetare shumë sukseshme. A e dën ti që të të mblerona është gazetaria ma e mirë në Kosovë? A e dën? Wow. Jo se di. Do ta mësoj kur të rritëm. Zana, a ndodhë shpesh me marrë këtë rolin e kujdestarës full time, ama? Ndoshta full time jo, mirë po, sigurisht, sepse ka oni sidomos, është ai fëmija që pa tjetër në fundjavë duhet më arë të gjyshje dhe të gjyshja. Edhe unë edhe arë ta, motra me tojna me prindrit, kështu që të halat edhe të gjyshje, po ma shumë më ka ra me kujdestaru ka oni, së sa luren, përshkak si kjo është halaj vogël edhe ma shumë do të menet në atë nanës vet, edhe babës. Mirë po, ta shetutje sa edhe pak të rritë, sigurisht edhe për këta kena me kujdestaru. Mirë po, për ka oni nga ka ra shumë, edhe mu edhe motrës tam. Apo gjelozon ka oni për raportin e ju të dy? Po, absolutisht. Ka oni e gjelozon. Po, ka oni e gjelozon lurën shumë edhe... Në fakt, ka oni, këtë që eshe që e don lurën e përqave të shka, këshur një kështu edhe i dhnohet, që, okej, a e do është të këta, po hajtë me mu më sfaltash. Sepse ka unë o mësu me pas krejt paradur, që është nipi i parë, është mija i parë në familje, edhe gjithmonë e ka pas ata me pas dashnin komplet për vetën e së tina. Edhe kur ka arë lura pak njetë, e ka pas që po vlojna me dashtë dhe lurën, e po i ndohet dashnia, edhe në kundia shumë komod. E ka halo, me gjithse e donë shumë lurën, mirë po e ka halo ata që duni me mdashtë një fillimisht. Është normale. Ta shka ardhëm në këto në emision, sa ishëm të arë në studio, e ka oni, ta shka oni herën tjetër. Herën tjetër, gjithë qërse. Duhemi mës me ndo. Jo, asësi zumi me anë. Në moshën që e kanë zonë, me aqë sa kuptojnë, sigurisht, qka mundohesh me ju folë, qka mundohesh me i mësu edhe me ju tregu, ka unet në moshën 5 vjeçare që është edhe lurës. Mundona mos me i mësu me ndarit roleve gjinore, në gjyrat sidomos, me ka unin kemi pas pak nështë ta një farë tëm të lashe, se nështë ta në shkollë me fëmijë tjerë, s'po thëmë që mësusët, e kanë mësu në gjyra pink është për vajza, në gjyra kaltër për djemë, ose në gjashme, dhe shpesh ka ndodhë që nga ka thonë, jo nuk e veshë është për vajza. Dhe kjo është ajo që nga përqendrohemi me mësu që gjithë shka është për djemë, gjithë shka është për vajza, dhe nuk duhemi mi bua këtu ndarje. Mundohemi me mësu për gjanat të shtëpis, me largu gjanat njëjt, jo me pasru, si këta në vegjel, normal që nuk e bojnë asë njënë e sjetëri, mirë po me mundu rrëth ushqimit vet, rrëth lodrave të vetaj, rrëth diqka me kanë matë kujdes shumë. Sidomos me kaonin, që pas në haru me dërgu një video, që kemi kaonin duke pastru tavolinën, duke pastru gjamat, edhe aj, kur thushti, onë për pastru shpinë, thët, jo, kaonin për e pastran, se onë e kom pastru. Gjithmonë do me thonë që unë e kom bo, unë e kom punu, unë e marrë me ty. Që që këtu e në gjanat që na mundohemi me mësu sa ma shumë fmit. Edhe mos me ndo, po larga sajna unë jëmë qikë t'i e djallë, këto nuk do të mundi. Kjo nuk gjenë vend si tim në shtëpinë e juj. Edhe kur nuk je në anë vetë, po kur je në mesin, pra kur ritesh në mesin ku ka fëmijë, gjithmonë e ke atë merakun, ose i shef prindrit të merakosun, ose me dilemat e ty nëse sa është Kosova e mirë për me i rritë fëmijët këto? Sa shpesh e kitë, ose të bën ty me mendu këtë fakt duke i po ka unë? Na jemi hallat, se kur pëtham hallat po flasë për ardhën nga njerë, ose atë gjallat, po kujdesimi shumë për fëmijët, merremi shumë për fëmijët edhe me shkollimin e tyne dhe me mi që në shkollë, me marë, bile me ka onë në arta shumë aktive dhe merët ma shumë e ta, me që me marë për shkollës, përshka kësi prindrit e ti orë shumë zënë në gjatë që ati orarit, edhe të mjeku ose diçka në gjashme, po mendoj që Kosova nuk është që ofrën shumë kushte për fëmijë, fatkesisht, ki probleme bazike,
sidomos për shërbimeve shëndetësore, pastaj shumë është me gjetë një kopsht tepër të mirë, pastaj është problemi të shkollat, që na nuk e kemi shkollat më të mira në botë, nuk i ofrojnë as kushtet elementare të infrastrukturore, ndonë se mësuesit janë shumë të mirë ndoshta, tash këta trit, sepse në të kalumen nuk është që kom shumë fjalë mira për mësuesit të kalumes. Mirë po shohim që ka ma shumë angazhim, ka ma shumë dëshirë me u marrë me fëmijët. Mirë po në përgjithësi nuk konsideroj që është ambient i mirë për fëmijët Kosova. Ti çfarë fëmije ke qenë zonë? Që shpesh e lurën, një dy herë ma energjike. Okej, po leje të lirë, mos e kufizo, edhe nëse doan me lëviz. Unë kom... I tregoj që e ka edhe mami këto, se më njerë na i Jo, shkon të mami, më njerë se e lip. Qka është kjo? Kamera? A është kamera? A të pëlqenë e konga? Ka në i kongë që e ka në Kjo ka qef shumë e valzu. Okej. Dhe ka qef me si fustanin. Hajtë si në fustanin? Jo, pse? Hajtë si në fustanin? Wow! Hajtë valzë lura? Valzë lura. Valzë. Hajde. Kjo ka qef shumë e valzu. Ka qef ambient komplet pa një orë edhe e kushme. Ka qef shumë me si fustanin. Ka qef me u zbukuru shumë. Edhe në qka është e bukura, edhe në më njerë e dalon, edhe ka qef t'i për me u vesh bukur. Edhe mos këta se nuk bënë me prek, se na e prishëm tani mikrofonin, edhe në momentin që ishe do fustanat bukur ose do t'esha kështu t'bukura, s'ka mo që ja hek, dush me ja vesh pa tjetër edhe nështë ta bje puna dhe me flejtë. Po, krejt veç që shdo kjo, do me thonë. Taman si hala. Taman si hala. Për mu, kër më tregon, kër më kam fëmijë, më thonë që më kam folë shumë heret, një mosh shumë vogël, edhe më kanë shumë energjike, që jo më dhe sot. E di që e ki shumë të rëndësishme pavarësisht angazhimeve edhe sa... Qa po dëmë, Mami të shpia ka shku. Edhe 5 minuta edhe po ju diroj. Po shkon edhe ti me anën. Okej, 5 minuta. Lula keqe, lula keqe. Ashtu, ana keqe? Jo, më si tu i halës. Lula mirë. Lula mirë. Lula keqe. A ki të rëndësishme, zonë, këtë kohën me gjetë për me najt me familjen, me najt me një ambient familjar, pavarësisht qka ke bo gjatë ditës edhe që shjon kohën angazhimet. Po, absolutisht po. Sidomos me nanën, jom shumë e lidhme, edhe normal që gjatë ditës, në fakt na dhe komunikojmë gjatë ditës sa jam punë, jo vetëm me nanën, me artën edhe me vllaznit, e kemi një farë komunikimi kështu ditor. Ndoshta edhe me pyet për diçka, ndoshta me diskut në një çështje që ndodh në Kosovë së ngjashme, mirë po e kemi një komunikim ditor që e kemi patjetër që ndodh natyrshëm, mirë po patjetër që po, sidomos edhe fëmijët me i pa, po zamër. Me fëmijët me i pa, me i taku, me i marr, sidomos gjatë fundjavës. Kështu që e kam shumë të rëndësishme me kalu kohën edhe me prindrit, me nipin, me mesën, edhe me bosane bashkë. Në dhe ki kritikun më të madhë në familje? Varet për qëfar temash, varet për qëfar qështje. Nona ka njerë më thëtë, o, leja bre, leja kur debaton. Ani leja që është shpër thëtë, mu se kundërshto qatë shumë. E ka ato që ma e pak ma qetë. Nonë, kër jemi në debat, ma na harojna, a ka kamera, s'ka kamera. Përfshihesh 100%. Totalisht është e parënsishme. Këshure Lula? Lula? Lula që. Ne? Me kon? Ana. Edhe Ana. Lula edhe Ana. Që Lula. Bebe. Lula bib. Uno, edhe una Anina. Edhe ka onë i thëtë është s'ka në anën tjetër. Anina. Po. Edhe una Anina, ose shavnu. Kur jom të fotografit, dhe doja me pa një video të cilën e kam për ty. Video? Po, është një video që në fakt unë fola derishtash për familjen, po muj me thonë munden me ushujt familja jote e dytë. Janë kolegët e tua që nuk janë... Alvrora dhe Emira. Personalitete publike ndoshta, që nuk janë figura që kanë dalë në herë në televizion. Vidi edhe Instagramat e Facebookat i kanë privat krejt. E po, ta shohim që kanë thonë ato. Tu vlerona aty në zona. E di që kam me kom befasi për zona, po dhe shumë ja po këtë surpriz. Zakonisht njerëzit për zona mendojnë që është shumë e ashpër edhe vrashta dhe nuk i dën moshke. Unë mendoj që është e kundërta.
Në fond, një pyetje për zonën, ndeshëm të pyesim publikisht, është e vërtetë që s'ka pa gjyshe që 2 vjet. E dojmë të përgjigje publikisht. Zona, vazhdo të jesh vetvetja. Duam. Mesazhi për mbyllet, vazhdo të jesh vetvetja. Vetvetja. Gjëna shumë të fuqishme, sepse këto të njohin mirë janë në Ato janë kolegët e mia, si që edhe te familja jam e dytë. Shumë pak, në fakt në s'kam folë heq publikisht për këtë pjesë temën, asnjëherë është hera parë që po flas tash. I bindëm disi, ja? Me dal. Interesant që shkeni arrit me i bindë dhe me i qitë këto tash që nuk janë figura publike. Edhe Instagramat e Facebookat i kanë kredit privat. Emira, që është ajo në qoshe, Albrora në mes dhe Johona, janë 3 zonja, 3 loqkat, 3 shpirtat, që unë i kom në zyre edhe na 8 orë ditës i kalojna bashk. Kjo është pjesa tjetër e familjes tam, që mu i miliresht me i qujtë familje, për shkak se na kalojna qa shumë gjona bashk, të mirat, të këqijat, halët, dirtët, gzimet, krejti ndojna bashk. Nuk ka përgjohë që nështë ana nuk e diskutojna me zvetit, u fillu prej gjonave matë personale, familjare, e deri ato dhe politike të misioneve dhe gjithë shka tjetër, që jam shumë e sigur që jam të napo dhe qëtash, edhe unë i përqafoj të trijat shumë, edhe definitivisht jam pjesa nështë ma e mirë e jetës tam që e kom kalu, janë kolegët e mi edhe këta që i kom këto në zyre. Definitivisht jam ka mungojnë edhe 3 persona tjerë, po, janë të mungu edhe 3 persona tjerë, që janë fitimi, si kemi 2 fitima, edhe Endrite. Që ata nuk e di për të atë arsye pas kanë vendosë mos me u shfaq. Në fakt, po e di. Mirë, përse unë jam e knaqur me këto të kolegët të trijat, se vështirë me i binë, sidomos kur nuk janë të mësuar, po i falenderoj shumë publikisht për gatishmërinë. Pyetja ishte, a është e vërtetë se ke pa gjyshin që 2 vjet? Menoj që pyetja është pak më ndryshe, a është e vërtetë që se ka pa gjyshin, se ka parë gjyshin që 2 vjet. Okej. Ju kom thënë mësë qëtë një gjona të shpisi jashtë. Hajde, kur ka ndodhë kjo? Gjona të komunikimit të branshë. Na jemi një grup shumë i madhë, që harova me i përmendi, kemi edhe 3 tjerë janë, në fakt nuk harova, po nga, se si mësumi pa këto vërë për televizionin qashme, kemi edhe Fitoren, edhe Edonën, edhe Rudinën, që janë pjesë e ekipit, që jemi kështu një grup i pandashme edhe si familje. Në fakt, na jemi një grup që gjithë kohën e kalojna bashkë. Prej mëngjesit, pauzat, gjitha shka, jemi gjithë kohës jemi bashkë. Kështu që edhe kretë kompania në cilin punojmë, na njohin edhe e din këto që na... Pandashme. Të pandashme edhe me djemë. Jemi të pandashme, asnjëherë nuk e ndrojna me dalë me dikon ndoshta pauza, ose diçka ngjashme, vetëm nëse kemi ndaj punë shumë të rëndësishme. Dhe e kemi një komunikim, kur dojmë i përshkru disa ngjarje, të cilat nuk dojmë na marrë vesh të tjerët. Okej. Një kod që veç ju e dini. Kemi shumë kode, po një ndërta është kjo. Edhe të gjithë prej ekipës e din çka do të thotë kjo. Okej. A do me ndo me neve? Jo. Jo. Nuk i mot kodi ma nej. E kuptojnë kolektiv. Dhe nuk mundimi me përdor, po ndërsta mund mja dhamë përgjigjen Albrores. Jo, s'është e vërtet Albrores. S'është e vërtet, okej. E mori përgjigjen me të njëjtën gjuhë, me kodim. Me kodim. Komiti tjetër që patën prej zonjës, gjithë njerëzit mendojnë që zona është shumë e ashpër dhe nuk i dënë burat, po në fakt është e kundërta. Pas kam vendosë me që krejt ndryshe. Ale Lura. Lula beb me qitë lurën, kur u kam beb, po lyp lura. Okej, tash e këthena. Tash e këthena. Tash e këthena. Tash e këthena, ono Alina. A ka të drejt? Ka të drejt. Ka të drejt. Zona e të gjithë njerëzit e mirë, të gjithë njerëzit korrekt, të gjithë njerëzit që janë të drejt, të dashur, solidar, të kanë shumë, thjesht kushdo që është një njëri i mirë, zona e do. Nuk kemi të bëjmë as me inati, as me urrejtje, as me askënd, as me burra, as me gra. Na luftojmë kundër një mendësie patriarkale, cila është shtyp një pjesë tjetër shoqërisë që janë gratë.
mirë po luftojmë edhe për të drejtat e secilit komunitet apo grupit marginalizum, edhe qytetarët shpesh e keq kuptojnë këta, njerëzit e keq kuptojnë këta, edhe këta gjithmonë tentojnë me tregu një anë temën tjetër të butën, tregoj ato që njohim në aty. Mjafton me njoftë jo. Kështu që edhe sot jam nga njëna shumë emocionuar edhe me folë për ta, se nuk jam mësuar i pa kështu. E di, edhe si e mësue pas marrësit Jo, asnjëherë, për herë të parë mi pa kolegët e mi tamam kështu me qitë. Disa të tjerë... Pjesa tjetër e familjes, sepse mi qujtë veç kolegë, për një me është shumë pak. është shumë e vogël edhe thëmë lërona drejtën diqka. Nuk i di a ka nëjë ditë që kom përtu me shku në punë, edhe në kompanin ku punojmë, vetëm për shkak të ambientit mirë që e kemi. Edhe më pushem me shku, gjithmonë mesim të thirë me kamera me një tjetërën. Ka që të ofert e keni raportin? Shumë e kemi ofert. Nuk më dhja ndoshta edhe me spjegu sa të ofert, edhe sa të sinqert, edhe sa të pastërt e kemi raportin. Jam krejt në fund se po më dim se të dhe Lura se na është mërzit, po nëse dënë mundemi me liru prej studios, nëse ti me do se jam krejt në fund, edhe dy kolegët të tjera, në këtë fletën e barë që kej për para, të kanë shkrujt disa fjallë se qka mendojnë ato për ty. Ndoshta kanë pas... Edhe një letër tjetër. Dy kolegët të tjera, kjo letra që është këto, nëse mundesh me marë, me ledzu... Me duna me ledzu? Po, të lutna. Ndoshta më mirë te me ledzu për mu. Po, nise ti, prova, më mirë i nje peshën e fjallëve. Ana papa. Ana papa. Ana ka shku papa pa lurën. Pa lurën. Mos e le me shku halën pa ty, kërkon. Hala ka shku pa lurën. Edhe ju vjen shumë i natë me bo me shku në pushime e dykon pa këta. Gjelozon me njerë. E gjetë nonën. E gjetë nonën. Lurën. Hajde, Zana, se jam në minutat e fundit, du me mbyll me këta. Fitoria dhe e dona. Pjesa tjetër e ekipit, pjesa e pandashme e ekipit. A kishtë një arsye pëse s'kanë qenë në video, a? Po, kanë edhe djemët, si e kemi edhe 3, dhe këto e kanë një arsye, të cilat s'kanë qenë në video, s'kanë mujtë me e kanë, për shkak të arsye të qëndrushme, sigurisht garant. Okej, unë me lexua? Po. Apo një siklet? Shumë siklet. Për Zanukën, zona e maleve. Jeta ka plot befasi dhe të papritura. Dhe takimi me ty, sa doj vëndshëm që ka qenë, ka rezultuar të jetë një nga eksperiencat më të bukura të 5 viteve të fundit. Nuk e kanë të gjithë fatin të njohin për sa afërmi, të jenë me ty dhe për krah teje në të mirë e në të keq. Je e fort dhe stoike. Po deklaratat të tua nga njëherë janë të forta dhe për disa mund të duken të papranueshme, por ne e dim se pas asaj gruaje të fort që shfaqet në publik, që ndron një mike e sinqert, një dorë përkrahase dhe një shpirt besnik. Te ndihmon të tjerë të ngrihen, i mbron ata që ka nevojë dhe nuk ikën kur situatat bëhen të ndjeshme dhe të vështira për të menaxhuar. Zanuke, je krenare për vetën pasi ke arritur të thyesh të gjitha tabut në një shoqëri patriarkale ku gruaja ka qenë e shtypur dhe pa të drejtë fjale. Faleminderit që ekziston, që je zëri brendshëm i grave shqiptare dhe që na kujton çdo ditë se guzimi dhe ndershmëria paguajnë çmimin e vet, por njëkohësisht hapin rrugë për ndryshim. Të duam Fitore Hajrullahu dhe Edona Hoxha. Shes, ishte edhe qa që e vështirë me u përmbajt, ani pse kur vim për njerëzve... Kur vinë këto fjallë për njerëzve të dashtën, sigurisht emocionet janë të praneshme. Absolutisht. Edona edhe Fitoria, si sa është pjesë e familjes, se me thonë ekipit dhe kolegëve, po më duket shumë pak, e janë 2 vajza, 2 gra, 2 nana, të jashtëzakonshme, janë 2 zonja të vërteta, 2 punëtore të mëdha, që edhe me ta prej mëngjesit deri në mramje jemi bashk, i ndajmë të gjitha hallet të lashet bashk, punën e kemi bashk, sepse e ndajna dhe punën, jemi një departament, edhe thjesht janë 2 zemra të mëdhaja, si Emira, si Jehona, si Albrora, janë shpirtat vërtet, janë njerëzit më të sinqert që i kom taku njetë, janë njerëzit më dashtën që i kom taku njetë, njerëzit më të afërt, më të ngrohtë, se që nuk di edhe këto fjalë krejt, mi thonë nuk e di a arrin mi përshkru personalitetet e tyre. Mendoj që ndoshta njerëzit kanë më befasu, me thonë po flet për koleg, mirë po nuk janë veç koleg. Janë ma shumë se kolegë, janë pjesë e përditshmërisë e jetës, që kanë me mbetë deri në fund jetës, pavarësisht a kemi me ka një ditë bashkë, as kemi me ka në bashkë, apo jeta ka me na ndarë rrugët,
dhe nuk e di se ku kemi me kanë, mirë po, pa dushim që kam e me ndër vitet më të mira tjetës tem koha që e kom kalu me ta. Edhe njerë po du me përmend djemë që nuk janë ndriti fitimi edhe fitimi, të cilët nuk pas kanë qenë pjesa se letrës asë videos që i kuptoj plotësisht. Kemi lënë diçka për intervistat e radhës, zonë. Për intervistat e radhës. Kështu që kjo është ajo që unë gjithmonë them. Më vjen shumë mirë që ky emision i sotëm kam mbet në arkiv s'pare si një dhurat për ty, prej kolegëve dhe familjes tënde të dytë po e quj, por në të njëjtën kohë që në këtë emision të drejt për drejt i dam rastin atyre me shprej publikisht ato që ka mendojnë edhe kush është zona karshit t'yne edhe ofër në krah për herë ashtu si sanë edhe reshtat. Unë diva shumë e vlerësume dhe unë diva shumë në siklet njëkosisht prej qefit ndoshta me thonë, prej dëshirës madhe që ata i fash këto dhe vajzat i fash këto, edhe që më në fund po muj me ndoa me tjerë, një pjesë tjetër tjetës tam edhe disa njerës të për të rëndësishëm tjetës tam. Kjo është ai mesazhi që du me e thonë edhe të njerës të tjerë, ndoshta sata që ka mundu mu do këtë fake, ndoshta kanë me thonë që nuk është kështu, s'mundesh me kanë me kolegë, sinqerisht nuk është e vërtet. Mjafton njerëzit me i dasht, me i vlerësu ashtu si që janë dhe kanë mu ba familja jote, sepse nuk është njëri është qenje sociale, nuk është vetëm që është mëngjesi me ata antarët e tu të shtëpisë që i rritë dhe jeton me ta, por është ma e gjanë, është ma e madhe, është shumë e rëndësishme. Jemi pjesë e shoqënisë, jemi pjesë e vendit dhe na duhemi me i dasht, me i përkra të gjithë njerëzit e tjerë, me mundu me hek sa ma shumë urrejtjen, me mundu me hek sa ma shumë inatin dhe mërin, dhe me pas një lidhje kaq të mirë dhe kaq të hapur dhe të sinqert me njëri tjetrin, pavarësisht që ndoshta ndjenjë në kompani, ndoshta mundesh me pas një lloj gare për vend të punë ose pozitën ose diçka të ngjashme, po me kanë e sinqert dhe me kanë mbi baza të shëndosha. Ajo është me rëndësi edhe po ta kuptoj. Kam qenë vetë në institucion ku ka pas shumë rëndësi që kjo pjesë edhe për një me ka qenë familje që secili prej nesh, që komplet po ta besoj, nëse dikush nuk e beson i bjen që se ka përjetuar Nume sot dhe pundina shumë... Mu më vjerë shumë virë që këto emocione arrita me t'i nëzirë sot, po më vjen i natë se jam në fund dhe më duhet me... Si ka ndjerë kërkush ma heret. Po shumë emisioni veçant me i pa pjesën tjetër të familjes të më kështu. Faleminderit zonë që erdhe sot dhe që ma hape zemrën në studio. Faleminderit shumë ty për ftesën, ka shumë knatësi, sidomos me pas edhe lurën këtu, edhe me një emision interesant edhe të mirë. Pak në amila zdru nuk në foli, se fletë edhe ma shumë edhe ka qef me debatu. Ne emocionojme prej kamerave dritave e lërë më lura 2 vjeqe. Ishte shumë knatësi. Të te është për herë knatësi me ardë, edhe në emisionet tjera kur i ke pas, kur ke qenë, emisionet që si kom thanë kur jo, emisionet që si kom pritu kur, edhe emisionet që kom kalu te për mirë është e te, se vërtet jeni gazarin prezentu se jashtë zakonshme, që gjithë se cilin e bon me undje mirë. E bon me undje rahat, me undje knashëm, edhe me undje tamam mësafirit dëshirum, ashtë për qefe. Falenderit për kohën që e këndoha dhe jam shumë knatësi me kohën mësafirit. Knatësi që të kesha. Arbër, na falë se të vjeda minutat, po ka që emisioni bukur sa ishte, i kompenzojmë në një ditë tjetër. Mi që falenderit edhe juve që u shëqruat me mua, vazhdojnë tjeni më atë vënd, takuemi nesër, tung.